E kur thom Bogolub Karish, thom që i shoku i Proferjas edhe i Gazmet Muhaxher që pas ka pas detyrë zyrtare, ky ka qenë deputet në Republikën e Serbisë. Nuk është Bogolubi aty, Bogolubin e kanë këta shok, për një ditë kjo qeveria ka blenë njoftimit edhe pasaportin. E thonë me përgjegjësinë më të madhe, edhe shihet kush me kanë bashkëpunon e çysh i kanë punë. Jo, problemi, anomalia është që harta zonale është ndryshu në funksion të interesit individual të Gazmet Muhaxherit bashkë me klanin e Karixhve edhe me klanet tjera që operon pej, se ky ka krejt funksion elektoral. Ky asnjë leje nuk ka transparente, vetëm ja komunë se ka asnjë leje transparente është ky. Edhe harta zonale është në internet, domethënë ka qasje gjithkush, edhe krejt këtë pjesë aty çka është bo, e kanë për aty edhe kanë qartë. Njënën unë, po dhe nuk e dija ju ka dhonë, njënën unë po e din sa ku e ka parcelën. Me parcelat pej. Ka probleme elementare. E harta zonale e qytetit Pejës është një makabër urbanistik. Dhe këto me bo me pa një arkitekt, profesionist, unë ma ta që jem daku është e të mërshme. Dhe nuk është nda me parcela, po bloqe. Edhe është shumë interesant. Veç me pa edhe e dalën ku ka pas interes elektoral kryetari. A e ka votu edhe vetëvendosja qëta? Jo, nuk e ka votu, pa tjetër, edhe është shumë e rëndësishme veç një detaj i fundit, prona e fundit, që ka hyrë në hartën zonale, është prona e Bogolub Karish në 7 shtatori, edhe krejt lagja për rreth, ka veç ndërtim individual, a i ka leje për ndërtim të banesëve. E kur thom Bogolub Karish, thom që i shoku i Proferjas edhe i Gazmet Muhaxher që pas ka pas detyrë zyrtare, ky ka qenë deputet në Republikën e Serbisë, e ka qenë bashkëpunëtor i afërt me Miloševićin, e kjo është kjo. Ai lob ka ndiku edhe në që të hartën zonale, se na e kemi pej. Faleminderit Taulant, Gazmet. Ta që si një fotografi gabishme, nuk është Bogolubi aty, Bogolubin e kanë këta shok, për një ditë kjo qeveria ka blenë njoftimit edhe pasaportin. E thonë me përgjegjësinë më të madhe që për një ditë, Ministri i Punëve të Mbrojtshme i këtij që ki këtu, ja ka blenë njoftimit edhe pasaportin. Unë s'kam ujtë për shikën ta me marë për një ditë, ndërsa këta ti ja kanë japë për një ditë. Edhe shihet kush me kanë bashkëpunon e çysh i kanë punë. Jeta është shumë e rëndësishme me cek. Ka njerëz që se din kush është Bogolub Kariçi. Domethënë, ish biznesmen sërb nga Peja që jeton sot në Serbi. Në Beograd. Në Serbi, në Beograd. Mas pari, ai ka drejt nështa se ish qytetari Pejës me ia dhënë lejen e njoftimit. A ja keni dhënë lejen e njoftimit? Tarveç kështu proceduar për aplikim të letë njoftimit janë edhe shërbimet e Kosova, mund është me i për gjysë dite, kryetari është pensioner, nuk din as mund qas. Nëse ju ja keni dhënë, nëse është e vërtetë që është Gazmeti. Gjithë qytetarëve, edhe pronën që ai ka jetuar. Jo, problemi, anomalia është që harta zonale është ndryshu në funksion të interesit individual të Gazmet Muhaxherit bashkë me klanin e Karixhve edhe me klanet tjera që operon pej, është A ki prova? Që prova, është lagja, komplet lagja, ka banim individual, veç prona e ti ka P+5. A ki diçka në emën ti që është leja në emën ti e lëshume? Leja është të emër ti, pa tjetër, po problemi është që kjo nuk i ka asë leje transparente. Që kjo ka krejt funksion elektoral. Kjo asë një leje nuk ka transparente, vetë mja komunë që se ka asë një leje transparente është kjo. E vetëmja komunë që çdo gjë e ka transparente, edhe mundet me arë çdo qytetar në kohën e dur me pa. Plani zhvillimor komunal edhe harta zonale është në internet. Domethënë ka qasje gjithkush, edhe krejt këtë pjesë aty çka është bo, e kanë për aty edhe kanë qartë. A ju ka dhënë Kariçit leja për ndërtesa? Nuk besoj që kanë marrë leje, po ajo zonë është ndërtim i lartë, është Hotel Kvinti, në gjitë me ta është, kjo është të mbaru një banezë që është në përfundim me sipër, kjo parcel që po thetë, kjo është në gjitë me ta. Kjo veç është të rëndësishme, njënën unë po dhe nuk e dija ju ka dhonë, njënën unë po e din sa ku e ka parcelën. Me parcelat pej. Ka probleme elementare, kjo është infantil. Kryetari infantil është fatkeqësi e madhe për pejen, për besjeta, që nuk duhet me nda këtë njerë mirë.